Albana Ajdini, një shqiptar I cili jeton në Manduria të Italisë, ka marrë një patent për një shpikje inovative, këpucën që lidhet vetëm me një dorë. I njohur për mendjen e tij krijuese, Albani ka krijuar një model këpuce që zvendçon lidhset me dy elastik, të cilët lidhen me një gisht të vetëm, duke e bërë të mundur lidhjen e këpucës në mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë. Ky dizajn është krijuar me një synim të qartë, të ndihmojë ata që kanë vështirësi fizike për të lidhur këpucët, si dhe në situata emergjente ku është e nevojshme të veprohet shpejt. Albani e ka realizuar këtë ide si një zgjidhje për ata që nuk mund të lidhin këpucët për arsye të ndryshme shëndetësore ose për ata që kërkojnë një alternativë më praktike dhe të shpejtë. Ishte një rrugë e vështirë për të arritur deri tek regjistrimi I patentës, por Albani nuk ka hequr dorë. Ai ka ndjekur udhëzimet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe ka krijuar vetë prototipin, një detaj që dëshmon angazhimin dhe pasionin e tij për inovacionin. Në të ardhmen, ai shpreson që kjo shpikje të mund të prodhohet në masë dhe të ketë një ndikim pozitiv në industrinë e këpucëve. Ndërkohë, Albani ka në zhvillim edhe disa shpikje të tjera, përfshirë një sistem për të ndihmuar mjetet e mëdha të transportit të dalin nga rrugët e ngushta dhe një pajisje që lufton ndotjen nga grimcat mikroskopike të prodhuara nga frenimi I automjeteve.